kushtet e një opinioni juridik. Pra, ju si e shikoni hapësirën që ka gjykata dhe cili mund tjetë vendimarrja e saj? Cila mund ishte vendimarrja e gjykatës? Tani, teoria nga praktika shpeshherë kanë treguar që në proceset penale janë shumë larg njëra tjetrës. Po. Që do të thotë orientimi ligjor dhe kushtetues, nga gjykata kushtetuese është më shumë për t'i paraprirë një ndryshimi të masës, zëvendësimit të masës së sigurimit. Që do të thotë gjykata kushtetuese i ka ngritur topin juridik gjykatës lartë për t'ju referuar vendimeve unifikuese të kolegjeve të bashkuara, të cilat 2 javë më parë i paraprin në një farë mënyre arsyeve kur duhet dhënë arresti me burg. Dhe duke ju referuar atij vendimi unifikues të kolegjeve të bashkuara, bolt marrim rastin e rrezikshmërisë shoqërore të personit, i cili nuk ekziston për faktin sepse as nuk ka qenë i dënuar, ka qenë një person i zgjedhur, është votuar nga 60% e kryeqytetit, ka bashkëpunuar me prokurorinë që do të thotë nuk ishte fshehur hetimit, etj. Apo nga ana tjetër shkaqeve të cilat nuk justifikojnë mosdhënien e masave të tjera të sigurimit, ti paraprinim arsyetimit ligjor dhe juridik që masa e sigurimit të njëjtën do të zëvendësohej nga gjykata. Po. Tani unë bashkohem disi me zotin Kthupi se te pjesa e praktikës çfarë do ndodh. E gjitha analiza që bëra unë dhe Kthupi është teorike, është ligjore, është kushtetuese, është juridike, por nga ana tjetër kemi parasysh që do kemi të njëjtin trup gjykatës. Pra po më thua, ke në kuadër dhe analizën politike që këtu prap ka vend apo jo? Jo, nuk flas për analizë politike, po flas për një përplasje institucionale mes gjykatës lartë dhe kushtetuese. Po. Që do të thotë në një farë mënyre gjykata kushtetuese për ata që na ndjekin dhe nuk mund ta kuptojnë një arsyetim të thellë dhe detajuar kushtetues, gjykata kushtetuese ka bërë atë që i ka thënë gjykatës lartë, ti nuk ka arsyetuar dot vendimin. Nuk e qenë e paaft në arsyetimin vendimit, prandaj merr dhe shiko opsionet e tjera për të argumentuar nëse qëndrojnë apo jo masat e tjera të sigurimit. Ke shumë drejt Kreshnik se unë nuk me një sekond një detaj. Unë nuk mbaj mend që të jetë kthyer një vendim gjykatës lartë. Domethënë është herë e parë kjo, sepse ke shumë drejt që e kape këtë. Ka dhe raste apo ka dhe raste tjera. Ka shumë raste të tjera. Tani çfarë ndodh? Kemi egon profesionale që do të thotë. Po. Ego profesionale e gjyqtarëve të gjykatës lartë për këtë çështje, të cilët gjykata kushtetuese i thotë merre bëjeni, ndryshoheni. Do e pranojnë dhe ta korrigjojnë gabimin e tyre, prit se ne bëm gabim këtë dhe tani pas ka vend për mas tjetër për zëvendësim. Unë do të thoja që do jetë pak e vështirë. Unë madje nuk e di fare kush janë gjyqtarët e gjykatës lartë. Por duke di një gjë që proceduralisht janë të njëjtët gjyqtarë. Dhe ti thuash të njëjtët gjyqtarë. Që ndryshon vendimi që ke marrë? Që ndryshohet se ke gabim, por ose lëre të njëjtin por arsyetoje, ego e gjyqtarëve do të shkojë aty sa do të arsyetojnë të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë. Unë dyshoj që do të ndodh praktikisht kjo dhe bashkohem pak me Ktupin. Teorikisht pra, që ta përkufizoj konkluzionin tim, teorikisht, juridikisht, ligjërisht dhe në aspektin kushtetues, gjykata kushtetuese i ka paraprirë mundësisë që gjykata e lartë të shikojë mundësinë e zëvendësimit me një masë më të lehtë. Por në rastin e Erion Velis kemi një rast sui generis, që do të thotë Erion Velia jo vetëm që lirohet, por të nesërmen fillon punë si kryetar i bashkisë. Që do të thotë një masë sigurimi detyrim për paraqitje, do të thotë që Erion Velia në ora 8 mëngjesit të nesërmen është kryetar në bashki. Jo, problemi është ky. Pra kemi një rehabilitim politik, jo vetëm Okej, mirë, të falenderoj Spahiu me çaj. Më fal pak. Po. Gjykata kushtetuese i ka vënë në duke gjykatës lartë që kushtetuta
prevalon më shumë se sa ato vendime ligjore që ka parë gjykata e lartë. Kështu që në arsyetimin që do bëhet, kjo është tjetër gjë, me fjalë kjo është një kërkesë tjetër, nuk ka lidhje me vendimin Po, cilin ka shpirtuar. Po. Por duke qenë se kemi një vendimin unifikues,